Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi nuk do të lodhet më të zbardh me stafin e tij, sherrët e deputetëve, sepse tani vendos sistemi AI. Për këtë kujdeset bosi i PC Store Elton Mehmeti, ndërsa taksa paguesve, ky shërbim për zbardhjen e fjalëve me inteligjencë artificiale në parlament u kushton afro 1 milion euro. Peleshi, i cili po vuan shumën me ndëshkimin e deputetëve që përdorin fjalë të pista, donte ta bënte sa më shpejt këtë projekt, por tenderi që bëi ditën shturej natën. Ja ç'ndodhi, u duk sikur bosi i PC Store e vuri në vip punën e tenderit të sistemit AI. Në qershor të 2025-s, para largimit të Elisas Firopalit nga detyra kryetares së Kuvendit, u shpall fituesi i tenderit. Më konkretisht, kontrata ka objekt blerje e sistemit të transkriptimit të dhënave audio-video të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, bazuar në inteligjencën artificiale dhe shërbimin mbajtje 48 muaj. Fondi limit tashmë nisi të transferojë në llogaritë e fituesit. Pra, kur mendonim se kjo punë ishte mbyllur, mësojmë se vazhdonte lufta në Komisionin e Prokurorimit Publik. Ky është vendimi i lëshuar më 9 prill 2026 nga KPP, kur rësohet kërkesa e kompanisë MCN, e cila kërkonte rishikimin e vendimit mbi këtë tender. Ka ky akt i vonuar marrim shkas të rikujtojmë se si u zvarrit për 2 vjet gjatë ndërimit të 3 kryetarëve të Kuvendit tenderi i sistemit AI, derisa përfundoi në duart e PC Store. Ideja ishte ish kryetares Lidinta Nikola, por kur i bëri gjërat gati, detyruan të largohet dhe të dorëzonte tenderin bashkë me detyrën. Faza e parë e prokurimit përfundoi më 22 korrik 2024, 4 ditë përpara se kryetaria të jepte dorëheqjen për arsye shëndetësore. Siç merret vesh, kualifikimet e kompanive janë pritur me ankesa të forta. Shpallja e fituesit nga Kuvendi do të mbetej pezull në KPP si pasojë e disa denoncimeve për parregullsi. Po të merret parasysh ndikimi politik në KPP, kuptohet se Elisas Firopalit po i bëjë një lloj mirëseardhje me këtë tender. Tenderi lidhet me aplikimin e AI për zbardhjen e fjalimit të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Teknologjia e luksit do të shkonte fillimisht për ligjvënësit, ndërsa për Agjencinë e Prokurorimit Publik do shta mandatin tjetër. Projekti parashikonte një platformë të re që transkripton të gjitha takimet që janë pjesë e aktivitetit parlamentar si seancë plenare, lidhje komisionesh parlamentare dhe çdo mbledhje tjetër të forumit të Kuvendit. Procesi kryhej manualisht nga ekipi redaktorëve të Kuvendit, ku vlerësohet se prodhohet mbi 10 orë material audio në ditë. Ndërkohë nuk saktësohet nëse do të ketë akoma nevojë për punën e redaktorëve. Deri tani këtë skemë përdor Italia, Irlanda dhe Gjergjia. Nëse përfshim edhe të vërshën, kontrata parashikohet në 895 milion lekë të reja. Denoncimi i parë për këtë tender është regjistruar nga KPP më 12 gusht 2024. MCN Networking SHPK kërkonte shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit për skualifikimin e ofertës të paraqitur nga ky operator. Po ashtu, kompania kërkonte mbetje të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit të ofertës së paraqitur. Firma italiane CEDAT 85 SRL. Stafi Elisas Firopalit ka marrë në dorë menjëherë 3 tendera me vlerë afro 1.2 milion euro të inteligjencës artificiale AI dhe infrastrukturës virtuale, firmosur nga Lidinta Nikola disa ditë përpara dhënies së dorëheqjes. Paralelisht me tenderin për AI është zhvilluar dhe një prokurorim tjetër i shtrenjtë, ndoshta as pak i domosdoshëm. Konkretisht më 25 qershor 2024 është njoftuar procedura e prokurorimit me objekt blerje e sistemit të menaxhimit të konsultimit publik dhe shërbim mirëmbajtje 48 muaj me fond limit 100 milion lekë pa të vërshë. Edhe ky tender është ankimuar më 24 korrik 2024 në KPP, ku kërkohet shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit për skualifikimin e ofertës të paraqitur nga Instant Al SHPK. Ndërkaq kërkohet anulimi i vendimit mbi anulimin e tenderit të njoftuar më 22 qershor 2024 me objekt shërbim mirëmbajtje upgrade infrastrukturës virtuale për 24 muaj me fond limit 129 milion lekë pa të vërshë. Procedura për të cilën ankohet Albital Kanon SHPK është zhvilluar më datë 9 korrik 2024 nga Kuvendi. Kritere diskriminuese dhe përjashtuese që favorizojnë operatorë të saktuar. Ky është thelbi i denoncimeve të kompanive. Kështu për të tretën herë pezullohet tenderi për vendosjen e AI në sallën e Kuvendit. Tenderi i ri autorizuar nga stafi i Elisas Firopalit të shpallur në janar 2025 është ankimuar nga 2 kompani konkurruese. Njëra prej tyre është Datalog SHPK, e cila kërkon ndryshimin e kritereve dhe kushteve të tenderit. Kuvendi kërkonte të paktën një zhvillues të certifikuar për standardin Akoman Soto. Përcaktimi i një kriteri të tillë është jo proporcional me objektin e kontratës. Ankohet Datalog, kërkesa është tepër kufizuese. Pas kompanisë nuk ekzistojnë certifikime të njohura ndërkombëtarisht për Akoman Soto. Standardi Akoman Soto është zhvilluar si një iniciativë afrikane. Siç mund të konstatohet shumë thjesht me një kërkim në Google, Akoman Soto, zemrat e lidhura në gjuhën akane të Afrikës Perëndimore, përcaktohet për dokumentet parlamentare dhe gjyqësore, por nuk ekziston asnjë autoritet ndërkombëtar i akredituar apo ndonjë kompani me reputacion të afronte si certifikim zyrtar. Përfshirja e këtij kriteri përjashton padrejtisht operatorët ekonomik që kanë aftësi reale teknike, tekson ankesën e saj kompania. Por siç ta shohim, ekzistonte një kompani në Maqedoni që i kishte këto cilësi. Siç ndodhi
rëndom në tenderat me vlerë të madhe vendoset para një kompanie huaj dhe pastaj qëndrojnë shqiptarët. Tenderi do të fitojë nga kompania e regjistruar në Maqedoninë e Veriut, Degasemos AI. Firma ka një kapital modest prej 365.000 lekësh. Afton vetëm ky fakt për ta skualifikuar nga gara, por në tender është deklaruar se maqedonësit mbështeten nga 2 kompani shqiptare. Njëra është kompania Bigenius me pronar dhe administrator Vangjush Tasellari nga Pogradeci. Firma është krijuar disa javë para organizimit të tenderit nga Kuvendi. Kapitali i saj është vetëm 100.000 lekë. Paradoksi është se ky person është administrator dhe i firmës maqedonase. Përpas kësaj afere qëndron një ujk i tenderave bosi i PC Store Elton Mehmeti, i cili shfaqet si një kompani mbështetëse. Në fakt Mehmeti ka ofruar garancitë financiare dhe lidhet me zyrtarët e rilindjes. Pra nga italianët tek afrikanët dhe maqedonësit dhe përfundojmë tek Elton Mehmeti. Kujtojmë se PC Store ka qenë së fundmi në aksion për tendera të mëdhenj. Kështu më 17 mars 2026 është publikuar kontrata për kompjutera dhe pajisje elektronike për inkubatorin e arkitekturës. Ritana Golli ka treguar një letër ku e njofton kompaninë PC Store të paraqitet për nënshkrim. Më konkretisht objekti i kontratës së FSHZ-s është inkubatori i biznesit në arkitekturë dhe ndërtim Tiranë Pajisje Elektronik. Fondi limiti caktuar për furnizimin me këto pajisje është 255 milion lekë pa TVSH. Pas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, kjo vlerë konvertohet në 264.200 euro. Kompania PC Store është certifikuar nga raportet zyrtare për mashtrime me cilësinë. Megjithatë, pronari i saj Elton Mehmeti ka arritur të eliminojë konkurrentët fal vendimeve korruptive të Agolli dhe të KPP-s. Ka flamur i kuq i Open Data valvitet mbi procedurën për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Thoshta i trembur nga hetimet e SPAK, Agolli ka preferuar qeverimarrjen e tenderit ta ndajë me KPP-n, duke detyruar pjesëmarrësit të ankohen. Fillimisht duhet të themi se ofertat e PC Store shumë e shtrenjta. Siç duket në dokumentin e ofertave, ka pasur kompani që mund ta bënin këtë furnizim me afro 90 milion lekë më pak. Po ashtu vjetre se një nga aplikuesit ka marrë pjesë fiktivisht duke paraqitur ofertë me vlera 0 lekë. 23 dhjetor 2025 do të ankojë PC Store SHPK. Firma kërkonte skualifikimin e ofertës fituese. KPP më 2 shkurt 2026 vendosi të marrë në konsiderat kërkesën e PC Store SHPK. Në këtë rast është urdhëruar FSHZ të rivlerësojë ofertat. Menjëherë Dritana Golli ka bërë rokatën duke shpallur fituese kompaninë me ofertën më të lartë. PC Store në vitet e fundit ka rreth 160 tendera me vlera që kapin miliona euro. Shumicat e tyre janë pagara apo shumë pranë me fondin limit. Kjo kompani ka metodë pune të mashtrojë autoritetet publike në mënyrë që të përfitojë sa më shumë. Për këtë arsye në vitin 2024 Agjencia e Prokurimit Publik ka përjashtuar me 7 muaj nga pjesëmarrja në tenderat publik. Bëhet fjalë për një tender të 2022-shit. Mehmeti ka mashtruar në lidhje me disa skanera me të cilët duhet të furnizonte akshin. Mashtrimi ka dalë në pa në disa raporte të kontrollit të lartë të shtetit. Rezulton se kompania PC Store ka fituar tenderin për pajisje të një cilësie të caktuar, por realisht i ka sjellë me parametra më të ulta dhe rrjedhimisht më të lira. Mashtrimi vazhdon. Edhe pse i përjashtuar zyrtarisht nga pjesëmarrja në tendera publik për shkak të falsifikimeve, Mehmeti ka krijuar një kompani të re në emër të bashkëshortes. Në këtë kohë janë Mehmeti e quajnë Equant AI Solution SHPK ka arritur të marrë një kontratë me vlerë 270 milion lekë nga komisioneri Besnik Dervishi. 12 dhjetor 2025 Elton Mehmeti godet sërish tashmë me një super tender. Këshilli i Lartë Gjyqësor me urdhër të Ilirusit ka zhvilluar një procedurë për blerje pajisje elektronike. Një fond limit prej më shumë se 1 miliard lekë pa TVSH. Duhet të shpallur kompania PC Store me një procedurë plotësisht fiktive. Agjesh pjesëmarrës tre për tyre kanë paraqitur ofertë 0 lekë. Të gjitha këto ndodhen teksa vazhdonte operacioni shqiptar Maqedonas për tenderin e inteligjencës artificiale për fjalimin e ligjvënësve.